Këto ishin thirrjet e 10 të rinjve që ishin mbledhur mbrëmjen e së martës përpara ambasadës maqedonase këtu në Tiranë. Enciklopedia Akademike e Maqedonas ka ngjallur edhe zemërimin e tifozëve të kombëtarëve shqiptare. Të veshur me bluzë kuqezi dhe duke matur flamuj shqiptar, ata organizuan protestën kundër atyre që shkruhen në Enciklopedinë Maqedonase. Veç Shqipëri etnike, asgjë tjetër, ka qenë parolla e tyre kryesore. Sipas organizuesve të tubimit paqësor, protesta është zhvilluar edhe për trajtimin më të mirë të shqiptarëve të Maqedonisë nga shteti i Maqedonas. Protesta është ndjekur edhe nga forcat e policisë, por gjithçka ka rrjedhur qetësisht. Kjo është protesta e dytë që zhvillohet në vendin tonë, pas asaj të zhvilluar në Fier në 21 shtator nga shoqata kombëtare adhetare. Po ditën e martë, gjatë ndeshjeve futbolli në stadiumin e Prishtinës, tifozë kosovar kanë ndjekur flamurin Maqedonas. Ndërkohë para ditën e së martës, kanë filluar protestat e shqiptarëve në Maqedoni. Qindra nxënës shqiptar të shkollave të mesme të Tetovës kanë marshuar rrugët e qytetit me kërkesën për tërheqjen e menjëhershme të enciklopedisë. Ata për një kohë kanë mbajtur të bllokuar rrugët e sheshit kryesor të Tetovës në shenjë proteste ndaj fyrjeve që u janë bërë shqiptarëve në enciklopedinë e botuar nga Akademia e Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë. Protestat do të vazhdojnë edhe gjatë ditëve në vijim në Tetovë dhe në Shkup. Shqipëri etnike! Shqipëri etnike!